Të dashur qytetarë dhe qytetarë, dje për 3 orë kryengritësit guximtar morën në dorë Tiranën, bulevardin, sheshet e saj. Në një protest të fuqishme, qindra mijëra qytetarë nga Tirana dhe mbarë Shqipëria u përballën me guxim të jashtëzakonshëm për më shumë se 3 orë me falangat e krimit të narkoregjimit Edi Ramës. Nderim të madh të gjitha atyre qytetarëve, djemve, vajzave, burrave dhe grave të moshuar që nga Tirana dhe mbarë Shqipëria protestuan në mënyrën më të vendosur kundër rilindjes kalpshir, kundër organizacë kriminale të Edi Ramës. Proteste e tyre nuk kishte lidhje me ndërtesat, as dhe institucionet kushtetuese. Protesta, revolta, zemrimi i qytetarëve shqiptar dje dhe që zgjen sot në të 4 anë të vendit dhe në diasporë ka lidhje vetëm me Ramaduron. Vjedhjet e tij qindra milionëshe miliarda euro, lidhjet e tij me krimin e organizuar, kartel të drogës, lidhet me Lubi Ballukun, lindat e Ramës, ajo e Akshit dhe Surrelit, Ergyes Agasin dhe qeveritarët e tjerë hajdut. Dje regjimi u trondit nga themelet. Dje qytetar triumfur në rrugë dhe sheshet e Tiranës. U bën zëri ndërgjegjës së njerëzve të ndershëm, të cilët nuk pajtohen kurrë me një qeveri me lidhje të tmerrshme me drogën dhe krimin. Nuk pajtohen kurrë me një qeveri që nuk del nga vullneti i tyre, por nga farsa elektorale. Nuk pajtohen kurrë me një qeveri që vjedh gjerë në 90% të taksave të tyre dhe çmendërisht të gjitha dhe pasuritë publike. Djata ishin pra vetë ndërgjegjja e kombit në betejë. Ata u përsollën mesazh çdo shqiptari se nuk po luftojmë për veten tonë, se nuk po luftojmë për Sali Berishën, se nuk po luftojmë për Partinë Demokratike, as dhe parti të tjera, se po luftojmë për ndërgjegjen e njeriut, për dignitetin njerëzor, për interesin kombëtar. Po luftojmë dhe për ju që po na ndiqni në televizione, po luftojmë dhe për ju që mund mos u pëlqejë protesta. Në fakt, po luftojmë dhe do luftojmë për çdo shqiptar. Kjo është veçantia e kësaj proteste.
Kjo është protesta e ndërgjegjës. Dhe nuk ka asgjë më të fuqishme. Nuk ka asgjë më të pathyrshme. Nuk ka asgjë më të pamposhtur se sa ajo që buron nga ndërgjegja e njeriut. E vërteta, protesta pati një rishësi jashtëzakonisht të rëndësishme dhe themelore. Ajo u dominue nga rinia, nga të rit, adoleshentët, u dominue pra nga guximi, energjia dhe vendosmëria e trive.